Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur sot në selinë e NATO-s në Bruksel për të diskutuar çështje që lidhen me aleancën dhe të ardhmen e saj. Takimi kryesohet nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Ne do të flasim me Muhamet Hajrullahun, kryeredaktorin e telegrafit.com, që ndodhet atje dhe po përcjell zhvillimet nga afër. Më thuaj se cilat janë temat kryesore që po diskutohen sot në takimin e ministrave të mbrojtjes. Po ashtu që shë përmende sot në takimin e ministrave të mbrojtjes të Aleancës Veriatlantike të NATO-s, një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe pa diskutim tema kryesore e këtij takimi të ministrave është natyrisht Ukraina, patjetër dhe agresioni i Rusë në Ukrainë, siç e tha dje edhe sot shefi NATO-s Mark Rutte që Aleanca do të vazhdojë të përkrahë Ukrainën edhe financiarisht edhe në aspektin profesional të përmbajtjes, por gjithashtu temë tjetër e rëndësishme do të jetë rritja e buxhetit të Aleancës. Ju e dini kërkesën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por edhe aleatëve tjerë që anëtarët e Aleancës të rrisin buxhetin në 5% prej 2% sa e kanë pas. Kjo është një çështje tjetër e rëndësishme që është diskutuar dhe do të diskutohet sot gjatë ditës finalit të takimit të ministrave, sepse kishte disa ditë që ka pasur takime këtu në selinë e NATO-s dhe Telegrafi ka përcjellur dhe ka raportuar gjatë këtyre ditëve për tema që kanë të bëjnë siguria, paqja dhe stabiliteti jo vetëm në Evropë, botë, por mbi të gjitha edhe në Ballkanin Perëndimor, Kosovë. Siç dihet, NATO ka misionin më të gjatë dhe më të madh momentalisht KFOR-in në Kosovë, i cili sigurohet për stabilitetin dhe paqen në Kosovë. Gjithashtu u përmend dje nga sekretari i NATO-s, kërkesa e vazhdueshme e NATO-s që Serbia duhet të reagojë dhe të dorëzojë ata që ishin edhe të jap llogari sa i përket sulmet që ndodhi sulmet në Banjsk në vitin 2023, por edhe sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it. Ju e dini në atë kohë një numër i konsiderueshëm i ushtarëve të KFOR-it ishin lënduar nga trazirat dhe sulmet që ndodhi në Banjsk. Pra, nëse mund me rumbullaksu për fillim, tema kryesore natyrisht Ukraina, buxheti i Aleancës, e ardhmja, pjesa e Antarktikut që ka të bëjë diskutimet me shteteve anëtare, natyrisht roli i Shteteve të Bashkuara dhe të gjithë të tjerëve, por mbi të gjitha edhe Ballkani Perëndimor si njëra prej temave ku duhet të ketë paqe dhe siguri dhe në rajon, sepse është një vend strategjik, ashtu siç u tha nga zyrtarët e NATO-s, Ballkani Perëndimor vazhdon të jetë në agjendë në top prioritet, në agjendë të lartë për shkak të aspektit strategjik që ka Ballkani Perëndimor, por edhe për shkak të stabilitetit rajonal. Muhamet, unë desha më t'i bërë disa pyetje, po i përfshive të gjitha. Unë falenderoj shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë. Faleminderit gjithashtu.